Të dashur miq, prej 13 ditësh, Tirana dhe Shqipëria po njohin lëvizjen rinore qytetare më të jashtëzakonshme, më të pa precedent, më madhështore në historinë e tyre. Kjo lëvizje në thelb, në esencë, e cila filloi për shkaqe dhe ndjeshmëri, qoftë të drejtash njeriut, zvarritja e banorit në Zvërnec në mënyrë shtazore, mungesa e plotë të transparencës për çdo gjë, për çdo zhvillim në atë vend dhe telat me gjëmba, kjo lëvizje në fakt është lëvizja më e fuqishme që po përballet me diktaturën autoritare të Edi Ramës, narkoshtetin e tij. Kjo lëvizje që ka në brendin e vet guximin më të madh të kombit shqiptar, mbarësit cilit janë të rinjt shqiptar.